Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Përshëndetja çdo të premteje dhe sonte ju vjen nga televizioni Syrivizion, konkretisht nga emisioni Fotorrëfimi. Në këtë emision mundohemi që për çdo herë të sjellim përpara jush njerëz të veçantë për nga puna dhe aktiviteti i tyre gjatë viteve të karrierës. Sonte ndjehem shumë e privilegjuar që bashkë me mua në këtë studio të emisionit simpatik Fotorrëfimi të kem njërin ndër përfaqësuesit e traditës së vjetër muzikore gjakovare, i cili ka bërë pjesë dhe ende bën pjesë në një plejad të këngëtarëve, të interpretuesve të shuar të muzikës tradicionale, jo vetëm gjakovare, por mbar shqiptare. Kam nderin që sonte jam së bashku me Muhamet Godenin, një këngëtar shumë i dëgjuar, i famshëm, i vyeshëm, që me zërin e tij na ka emocionuar vazhdimisht në kora. Mirëmbrëma, Bacamet. Mirëmbrëma, mirë. Kemi kënaqësinë t'ju kemi në studio, aq më tepër që mosha juaj, edhe pse në moshë të thyrë rreth 80 vjeçar, nuk ju ka pamundsuar që të vini në studio dhe të flisni, të bisedoni lirshëm me ne për ato gjëra që njerëzit kanë kuriozitet t'i dinë apo t'i rifreskojnë në memorien e tyre. Besoj se jeni gatshëm të riktheheni edhe një herë në ato vite të bujshme të karrierës suaj, ku jo vetëm ju, por edhe shumë e shumë shok të tjerë apo bashk këngëtar të tjerë keni bërë historinë e muzikës gjakovare. Do doja që t'ja fillonim me fotografinë e parë dhe mendoj që kështu ta nisim edhe bisedën bashk. Mund ta shohim në ekran? Jeni rrethuar nga vajza të shumta. Jeni vetëm me femra këtu. Na tregoni cilat janë. Kjo është nona. Kjo është motra madhe atje, në alt. Kjo është prap motra, kjo motra ma vogla. Që të thotë se ju jeni djali vetëm në familjen tuaj, Djali vetëm, kon. Djali vetëm jem kon. Po më ka cellë dëm kjo punë. Në çfarë kuptimi? Tepër më kanë lënë lirë para kohës. Para kohës, shumë para kohës. Kur thon para kohës, të rinë, pas punova me fëmijën tonë. Si e ri, nuk i bon kur gjon jetë. Se cili babë, se cila non e dënë ndash djallin, ndash qiken, e vladin vetë. Po mu për në të kohë, te për kom pas liri. Agja ka punu në Shqipni, ma i vogli. Po, bidi në gjepe kom që të. Ne ka majtë 16 antari mi konë në shpi. Dhe, masa prek një djallin të këtë. Zguzoj kënona më më. O konë sërtë fort, po zguzoj kë për jazës. Nona ju, baba o konë te për burri urtë. Baba më piskata më më rëh jo. Dhe të tëtë, i më konë shumë i lirë në atë kohë. Une, kemi pas fatin që në i morë gjonë në atë kohë. Partia u dëgjën në Shqipni 2 dugoje, njën Peje, njën Gjakov këtu. Me erdhi radha ma vonë, më shku për drunë. Me i majtë familjen. Edhe ku më shku për drunë, në qëtë kohë dhe ishë nësi i përjashtum, për i shtetit, njëfë kësë janë mikë. Mere me në tash, në qëfë se më lejohet të flesto, në të kohë, kishën më shku pjanesat në Bërski Rodnik. Ata, ku morë gjitë kishën më shku. Hejnat kishën më shku. Njështë të pa moral që më kishën më shku. Në atë kohë, ajo parti shkojnë kundër zi. Shkojnë kundër zi. Ja 14 Gjakovë që mi konë, shpidhe të mëdha, shpidhe pak ma pasonika. Unë për veti, babën i kishat urtë, ta mu i ditë, në që unë në Bërski Rodnik më punu. Qëfar punë e bënit atje? Qëfar punë? 4 orë kemi pas hymje e dalje,
500 sa metra në tokë shëshëm. Unë e kom pas 14 shkallë. Unë gjitë në elë, te në poligonin e nëmë. Një Gjermanë konë jesirë aty, i zonën jesirë, për fatë, më sheketëri, se si shna, si kom pas 16 vjetë në këtë kohë. Unë nuk e di se që është mund të jem konë armik i kësaj qeverie. A që i ri? A, përva. Në dhe, merke me veti sa me abojt haletet. Po shpesh, thëmë fjallët e tine, shkam ka thonë, dhe që po pëqik rike, se prapë së në pelion pa thonë të, dhe që po pëqik, hanë se ka pas emin. Pak i me e ka të thëjë me kështu. Në mëth, kur ata s'ke mujtë me gjithë, unë ja, për 3 mujtë ditë. Ashtut në mëth punajke, në mëth hajke buk, kur të ullën jo, edhe bitha me ditë. U lumra burri fort, se u myte të punu edhe së ullë shishë, që të herë në gjurë një fotografi. Pak e dish në sërbishtën, edhe së të di pak, përsa mu morë rësh, ke mirë, në gjurë fotografin, shta peshaj që të fotografi, që 8 vjetë nuk i si kom pa familjen teme. Kom shku zhagas 2 muj ditë kur në kanë thirë si ushtarë. Mas 2 mujve, ajat, në kishtë atë ide, atë mënim, veç Zoti thëtë që më ka pështu. Se nuk ka tjetër, një më që në kom. Në kom kom liftu, që është të në mëth kom liftu. Tash, për familje, se di a janë gjallë, as janë gjallë. Mirë, kjo punë ishte shumë e mundimshme. E mundimshme, Ti ishe mësuar me përkëdheli në familje, sepse ishe djali vetëm. Dhe ky shndrimi situatës sigurisht që të solli për jetime të këqija. Si përballove? U duke me I përballu pa tjetër. Pa tjetër ishte në atë kohë, aksioni armëve. Urdhën për si bugatash. Shtetja asaj kohës I sulmoj ka ata njerëz dhe I fikke. Neve kemi pas zhjo kalabaluk. Në ato kur nër 100 qo berën nuk kemi najtë. Tokën e kemi pas tonën, 4 dëgoj kemi pas, po të që jo thamë, dhe për më duket, u prishën anglezët me Gonibeg, me partizan, atëre fillun me mitralu në Shqipni, fillun me mitralu në Gjakov, në Pej, sa ta I thejshin një farë firme autobuseve. Jo firmë, po gjëtë të tjene janë Rizvanov, ka ke një adem Rizvanov, një giga Rizvanov, autobuset e tëne janë konë. Mirë pa dhe të haronë poshtë. Qartë. Shkoj, kur shku në Bashkërodnik, him 500 metre në tokë. Një mazlomi të afas Aliagës, se këto e lash mongi, shkun për kundër azit shpidhet në alta, I morën. As pën të gjitë, as hajnat, as pjanecat, as ata që kanë bo disa keq përdorime, shkunën kundër. Mazlomi të afas Aliagës u konë, një farë Isuf Shlaki, shpije pa thyme kurri herë, shpije madhe, shpije nërshme. Borë shumë I madhe konë Isuf Shlaki. Dhe kur him ditën e parë, për më thëtë maznomi tafes Aliagës, thamet,
Unë e tha, du me ike. A pa vjenë edhe ti. Thash, ma zdëm, unë e jo. Arshyja thash se neve në kanë në sy fortët. Për në qëfë se edhe iki për i këtu, dhe të cilë i dëmë babes. Familjes. Kur fillove të këndosh për herë të parë? Për herë të parë, si më ka ekni unë lullakin, që atërë kom fillu me... Atërë këndojnë të gjithë fëmijat. Është qarje dhe gaz bashkë. Aha. Për mëllë gecës është interesant. I në gjejë i shpeshër. Jo, gjenë, jupë godenin. Lek gashin. Tonë të mëllës gecës ta. Dy vlozën jënë konë. Dan Hajia edhe Zaj Hajia. Zaj Hajia është babi Mazlum Morinës që ka kënë këngëtara dhe halapa më duke kënë. Këndon, ashtu është. Motra dhe o valtare, o këngëtare nuk e di halash në dhe të thot, Jup Godeni, Lek Gashi, Dan Hajia, dhe dhe se e pat emrin këj ullaj tjetër, Zaj Hajia. Që të gjithë Jënë konë këngëtarë. në mahallën e Gecës, Në mahallë Gecës. Njëzë Nikolici, Hida Osa, Met Godeni, këtë një 2-13 këngëtarë, i zgjidhe të në mahallë është specifike, me dalë për një mahallës, ashtu është vërtet. me dalë 12 këngëtarë. Këngëtarit nuk bën lazëm me i thonë lumë nona ose lumë baba të në mirë. Zonin e jep natyra, ndash të thomë zotin, ndash natyra. U bojshin remat në atë kohë. Ja ta shumë fotografin tjetër që fletë për këto rene që i bëshit në atë kohë. A është kjo? A ishin të tilla renet që organizonin burrat në atë kohë? Kjo është reni i madhë, nuk është reni i mahallës Gecës që e bëshin po. Por diçka e ngjashme me Jo, të. jo. Këtu, une, edhe në të mahallës, atje shkojsh në aknajshme, edhe këtu në rëndë të madhë. Si ishin këto renet e mahallës Gecës? Po mahalla Gecë, ato që thash ka pas këngëtar shumë. Po. Ishtë zakon në Gjakovë që dimnit bohën rana. Shka i thonë tjela rana, do më thonë mledhi. Mbledhi. 20 shok, 15 shok, 30 shok, edhe e lajshim në atë kohë. Ka kënë tradit që nuk guxojke me folë kërkur gjatë kur bike muzika. Po në qëfë se folëshe, ta gjujke një cigare. Edhe ajo, kur u mara kërë ceremonia, u dushu me pagu paret, që qëllimisht kish njerës që bëjshin gabime, sot e me i nimu, Muzikantëve. sot e me i nimu shëshnish. U nisë ke natën e Shëmitrit, rani, përfundoj ke ditën e Nedhruzit. Shka bike në të fond, shkojshim bëjshim fëmijë sënet, ja jetima, ja dvarëfër në fort, edhe bëjshim sabah. Ashtu të ka kenë ajo kohë. Pare nuk mërëshim. Bili po më thëtë, mas e fillu në dishen, shokt, dish miftari, dish Ymeraga, dish Dikakola, dish Amekola, dish Cak Dana. Me ta une, Ahmeti, edhe që ky Hadia. Ahmeti i bike violinës. Ne të mëjshim une e një Hasan Katona pa flasë për në rëndë vogël tash. Po. Po nga se kishna e dojshna shumë muzikën edhe së më pengoj ke kërkush, u i nkadrova edhe në këtë rëndit. Do thot që madhe kishin shpia me hongër më më pa në sofër më ta. Sepse aj shumë ti ishe i pranishë në përrene, apo? Që ashtu të shkonë për atëherë. Po,
Ishe martu dikur se... Pa, ka logjik. Unë e vish në pisa bajt, grusit bik, ju duke më dale më shumë më përnu. Jam mush, isha dhe më ka bo halal. Njëm shumë në gjena me ta. Do shta zanati ka qenë i tillë dhe ju arsyetohet. Po, aty ishte aja. Kemi këtu një foto e cila tregon për disa xhirime, incizime që jeni duke i bërë jashtë natyrë. Po. Por do na tregosh më mirë ti vetë për çfarë bëhet fjalë. Qamili i vogël, është shkaktar që mas vdekjes i Meragës. Edhe fillum me kultivu kongën autoktone gjakovare. Në atë kohë, atë thëmë edhe njëherë, nashta më s'pëbohet te për këtu. Jemi konë une, Halimi Sahatqis, Gjajgola, Ushkatona, të rëndit që kimi taku, Ushkatona. E shumë të tjerë. Qandana, një Gjiladin Bota, edhe shumë tjerë, ma gjitha të që për më vjen kesh, edhe për më jo thash. Ju kuptojmë. Ma sulmit, më sulmoj për Aliza. Dhe tani e keni të vështirë t'i kujtonit që i Shumë vështirë e kom. Mirë, ishte radio televizioni i Prishtinës që i bënd të këto gjirime, apo? Radio televizioni i Prishtinës, që Bujar Baboni, u konë si kërësor. Po? U konë si kërësor. Së më kujtojt emni këtine e këtine bëndokët që këtë... Ata që i kujtojmë i përmendim. Po, bëndokët që këtë djali jo binakit. A i ka kënë, o i kjo pi. Tjetër kemi? Këtu në mes, në qendër ka kemi? Më arremis ishte bëndokët është. Po, që mi një vogël që të nuk për një gjë, po i radio... Këta janë stafi i radio-televizionit, të cilët merren me mjetet e tyre teknike. Kishit juve kënaqësi kur shprenin mediat interes për t'ju xhiruar, për t'ju filmuar? Kënaqësi dhe kënaqësi të madhe. Është interesant, ne patëm nalë, mas xhirimit i ne për shefi kemi nalë edhe 2 ditë. Me shpenzimet tona, une edhe një Gjajgola. Me shpenzimet tona. Se jo, se s'kishim qef. Ma në një shetër që në kujtë pare nuk e mërshim. Nishim prap edhe në ta nësi. Ju më raga rahmeti pa shpirti ka kënë zëtni i madhë. Shumë njeri zëtni o konë. Ka pas një ka thonë 10-in, Bishtarzhinin, ka pas të këtërzit e Mullini Haxhis i thonë tokë 10-in, kretë më shok e ka hongër. Po funi i jetës i jelë kësë qëkërit. Edhe shka është një gjë shumë e damshme në vdekjet tine, se di që jenë konë 40 vetë. Pse ashtu? Pse, hajde kalzojmë pse. Kam një kryetar atëherë ka kënë një komitetit, një Qamil Xuna, me qëta vesht me kom një, ju bofsha, ju rrothlofsha gjakovarve, edhe pse janë vetë gjakovar, por marrë këti farborit më konë kas njerës. Si ju prisnin publiku, kur ishinin xhirimet e këngëve, kur ishinin këto improvizime në natyrë, si ju prisnin publiku? Publikin e pa flasim, kur fillum me kultivu kongë të moshme, ja 3 koncerte kanë pas sukses, që ju konë sala plët. Bili, une, të më thonë me qëfar kongë do më zgjidhë. Thash unë kur farë kongë, s'do më zgjidhë. Thash jam në veqën e randë. Pse?
e bona ata. Diqysh mu do ke vishën me një këngëtar, me një farë karenarie. U fryshin pak. Futje ka do me bëhat, shkaja ka do me bëhat me këtë mëj kongë. Dërsa juve ishit shumë modest. S'kishna se shka. Edhe, po më thëtë marrë miqe, tha që marrë burri fort. A disa kohën e këgu me Qomilin. Për hatër Qomilit u formu koncerti. Atëra morra kongën Elif, se në me tetë. Atëherë thëshëm për para, unë jam ndrova distrofa. Elif për para që e thëshëm, se në me tetë Turqënia u qunë e komë. Kush donë me imon me dek, në Karadhak të bëhët bëjonë. Për kura logarita, për kura artur këtu, me i shpetu. Shqiptarët. Më i kërë, që pa i thëtë shkina Nikodës, se që shtu se kem kujtu, asë shërë për vjenë për ishtamollit, ditë për ditë të ushtu, kur ka ardha jo. Ajo ushtëri e modhe si në paska. E une e ndërova, Elif se një me tetë, gjithë shqiptarët janë qunë komë, kush donë më imon me vdek, në Karadhak të bëhët bëjonë. është gatë tash kjo, të këtë jashtë. Qartë. Dhe të thotë që ta dy strofa, në nëzëmi për para, u kënoshin, u vlerëse ke Turqia. Po, ma, atyne të mas. Për shtatja ishte mëse nevojshme. Kur e kom bëdhon, më shtini marrimi. Neset kishim i bëhë koncertin. Pa prova hiq kurjer. E kom kapë se të kongë, besoni nuk në 700 vetë ishtë sala. Në 700 vetë nuk ke pa kënë të ullin në karrik, vishto resho plaka. Edhe koncerti dytë, që u bo, pa të në pak, pse një për njerëzë shumë ambicios, i herë kom përmen, tash mas të bëjës dyti, po. Ishe njerëz të Kongës, edhe ata e kishin Hajdardushin, qak më ardhë pak me nashin ngu bëligjës ore. Për 8 vjetë e sa gati shku në dom ato vite. Shumë rallë, shumë pak është arë një kongëtar i Hajdardushit, më në shoshnu. A me këqyrë që është po shkojnë programet. Ja, se. E pa të tholi fjallë kaba. Rivaliteti ndoshta ka bërë të vetën. Rivaliteti mes artistëve nuk është i nevojshëm, por ja që shpesherë ndodh. Për dolim në tjetër në thash, pak nashta. Që i thirë e Tirana, nena që unë, më shku shoshnia i Mërizës. Por në vend se më shku na, njësit shkoj Hajdardushi. Pse vëvon këtu? Ishte kryetari i komitetit që u dheshke Hajdardushin. E Shizavans ishte një musafënia. Në me të më pashku atje. Me gjitha të vlerat e artistëve të vërtet, më smirim ban me në populli. Tjeni të sigurt për këta. Ta shohim fotografin tjetër, me që janë foto të vjetra, janë pak të turbulta. Shohim që ka ju vetëm këngëtar, por edhe instrumentist, me sharki, janë këto ato mbledhit për cilat folëm më herët, çfarë këngësh këndonit zakonisht? Më shumë këngë vjetëra. Për shembull. Shahir që u. Këto janë për shembull, më 1300 njaze, dolën sabah, Bismillah dilberi im, rashën dërja, rashën amon, thrasim rahimin rahman, ashtë këjit në pështof me imon. Kjo nuk o kongë,
Kjo është ilahi. 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 Edhe me një fjalë gjelëshoj një shoqët, një kantar, populli fillon pak e morën si dalash. Ne bëjshëm prova 2 herë njavët. U duke me mshirë dëgojnë në ora 5, e me najtë të këthezin 9. Në kohën më të mirën, kur është shqitja, i falenderi shumë ata të si përmarrjes të në të kohë, që ma kanë dhënë mundësin, mu mi dëgojnë në kohën më të mirën kohë. Sepse juve kishit një pasion shumë të zjartë ndaj muzikës. Qashtu tonë. Prandaj edhe ndoshta ndonjëherë keni lënë anash punën apo familjen. Këtu jemi në një prej urave të famshme. Po. Është një grup i madh i këngëtarëve dhe instrumentistëve. Më kujtohet për shembull një këngë të cilën e keni të xhiruar në një prej lumejve të Kosovës. Nëse nuk gaboj, Rash në det e zura një kajk, është diçka e tillë? Zunën kajk e rash në det. Erdhë një shqiptar dhe me gjithë. Shqyqër bona për selamet gjeta mikin e gëzuar. Një rëdhem në ti. Që erdhë më marrë me këna burrit, Burrimesh. a burrit. Vazhdojmë dhe flasim këto. Flasim për këto që i kemi Këtë thëtë, parasysh. ajo kongë është Beratas. Këngë beratase. Ajo, këtë thëtë. Unë që ja pranoj kur qysh. Pse si mendon juve, çfarë këngë Jo, është? pëse më ndëni, për orë thjesht. Zunën ka i kërësh në det, erdhë një shqiptarët dhe me gjithë, shqyqër bonda për selamet, gjithë shamikin e gëzuar. Ku pa qëndëri ka me kajkë më shku në zdrum. Deti pahan adalet anijash, në mjetën e lata. Ashtu është. E me kajkë më shku në det, është gjonë që shahet. Mu ma ka thonë, edhe këtu del pak, fillova më u dëshpëru se nuk vishin shumë njerëz. Ka 3 muaj ditë bëjshëm prova. E me 150 vetë me i pas në palat atë, mu do këdom, do me madhë. Pse mendoni se u largua njerëzit prej koncerteve? Pari që asaj mu për më do këtë, më qitë e falem nërës. Ti thëmë në ati shoshë që zajgollë, zaj. Për më do këtë që i punë teje, edhe me sësishim për shtetin a urej këtë dyve. Më din. Tha po, për më do këtë edhe mu. Mirë pa ajo nuk dull. U më urdhësh ma vonë se ku është shkaki. Ata shkunë për më thot një den kakeli. Met, më pas kri, shpendive, ju pi kukësit në rëtërinet, që do të kishit shku në Tiranë. Kemi përgatit të gjitha sendet. Nashta e një tjerë që thymje, por nuk kom qëllim thymje për Zotën. Dani e tha, që si kongsh, qëfar e kënën hajderdushi, që band e kukësit i kënojnë. Na kemi desh kongën e moshme autoktone. Ta ringjallni. Po. Fillova me deviju pak, unë e thash. Me deviju. Shakishna une. Shkoj, për shfar interesi shkojshna une, që një sen nuk kemi marrë prej palatit, kur gjo. Qëllimi ishte, në qëfë se në bje diska pare, me a boj busti me rogës. Po as ato nuk u bon, fillaj ka pak, unë e fillohë muftof. E jep ke basa i gjeta i dhe.
Dramën. Dramën, ja harrova emrin. Sulejman Pitarka. Ja. Po? Mbushi salla plot tek Baca i Gjetajve. Baca i Gjetajve, po. Ti është daia. Kini dëgju për të me siguri? Sigurisht. Në veta shoku me, thash unë dhe shoku të ish. Kom gju që dhe janë tha për i shokve. Thash është të vërtet, po pse? Pse? Shumë kohën kash, thash, me fjallën Dilber. Po, nuk është fjallë Dilber në falë në çështjet aspektit shtazor. Kongë fetare është kjo. E ardhur nga tradita orientale. Orientale. Unë i takoj bektashizmës. Ka kenë një baba, njëri që ka shërbyu atë, i pari mësus i gjumë Shqipe. Po ma vonë ideja tjene është këthyr në bektashizm. Vazhdojmë një fotografi tjetër? Pse morra këto kështu, pse unë ola. Haj me detë për Këtu jemi me emrat më të mëdhej të muzikës tradicionale gjakovare. Që kjo është baba Ismet Pes. Që kjo është Gjeladin Bata, që kjo është Meraga, që kjo është Qomili Vogël, që kjo është Malushi Alilagës, kjo është Homza, mas dekjes Ahmetit. Po, e mërshim këtës. Aj, Ahmeti i bike. Kanë qenë një formacion i kompletuar, shoh të pranishme të gjitha veglat muzikore kryesore, që janë të domosdoshme për përcjelljen e këngëve popullore. Kjo këngë popullore, nuk e pranon këtë harmonikën. Nuk e pranon. Nuk e pranon. Nuk del në atë kvalitetën qëfare e di une edhe kanë ditë dhe shok këngëtarë që janë marrë me këngën shahirë që vetëm kjo dhe unë më një, po më knasë nuk më knasë. Që të kur thot punë e madhe, atë knasë ty asë knasë. Po, një njeri që kultivon me seriozitet muzikën. Ashtu të. Mirë, unë doja t'ju thosha diçka tjetër. Që të gjithë janë amatorë në muzikë, do më thonë e kanë mësuar muzikën dhe veglat të ndryshme muzikore nga dëshira. E kanë muzikën të lindur me anë të veshit. A ishte e vështirë që kështu në grupe amatore të bashkoheshe dhe të krijonit formacione muzikore? Jo më vështirë. Sepse me sa di asnjëri prej tyre nuk ishte studiuar muzikën si art. Po ta kallëzoj që di, të i Meraga, Mandoli, 4 tela, Bugaria 4 tela, 8, Sharkia 12, Defi, u qarko do këni jaj teli 2, jaj 3, jaj 4. Në kullëm ishë dera të u bon. I thejke ja, homëzës qërë se ti, i 3 të kalëshu, ose të 3 e ki ma naltë, Ahmetit i thëjke, Ahmet, qashtut? Pra e kupton të me njëherë se qëfar nuk shkonte. Më rëmën muzikën kullëm, aj veshë i tine punojke, e jetoj këse cili tel është. Nuk është e akordum. Me e thonë dikujnë është shumë meq, lërgë meq, më një potera shumë e madhe, edhe për një në veshi me sasaj potere, se cili tel është. Për mua është që dhja, për mua është që dhja, se për është se i takoj kongës, i kom taku dikur. Ky ka kenë ajqe, ka pas një vesh të madhë, shumë, që zbesoj që mund të linë tjetër. Nuk besoj që mund të linë tjetër.
Vazhdoj me një fotografi tjetër. Këtu me sa duket jemi në Pallatin e Kulturës në Gjakov, Këtu jemi në Pallatin e Kulturës në Gjakov. Edhe këtu nuk mungojnë veglat muzikore tradicionale, por gjithashtu edhe solistët apo interpretuesit. Me sa dik ishte shumë interpretues dhe ekzekutues njëkohësisht. Pra, këngëtarë që dhe këndonin edhe i binin veglave muzikore. Po. Ishte e vështirë kështu të këndoj edhe t'i bie veglës njëkohësisht? Apo ishte lehtësi? Jo mërë, lehtësia. Që kë zoja i bike Sharkis, mas dekes i Marogës ja pa të falë Sharkia. Që kë Sharki është për mi 250 vjetë. E vjetër. E vjetër. E me vdekin i Marogës, e pa të lënë më goj me adhën zoja. Parasysh se zoja i ka darë një, me kam më ra poshtë i Maroga për kapitalit, hongër më shokë. Dhe Zajgola e ndimoj? Zajgola më shpenzimet vete e ka martu djollë. Më shpenzimet vete. Po. Një tash, këtu që i mi rështu, sa mu bëdo kjo, se më thonë, me u lëdhën për i muzikës, ose për i dishkafit jo thakë. Mban më ndë njëherë sa ka qënë koha më e gjatë kur keni kënduar? Ka qënë 5 orë, 6, 7, apo sa ka qënë koha më e gjatë kur juve keni vazhduar pambarimisht me muzikë? Jo njësën në 8, të këtë është në 8 për drite. 12 orë? 12 orë. Edhe pa mikrofon. Pa mikrofon. Po shatë më dhe në zëtë, që jenë kongë në alta, që tu më kom atë trakën, me bo me një thunga një në të. Shkajnë ka bojnë, qëfar ka kanë morë të zona. Me kë kishe ti dëshirë të këndoje më tepër? Me kë të shkon të zëri më shumë? Jo dëshirë, po. U duke me Hadin, ka pas zonë të mirë, shumë më të mirë së të temin. Hadi Bajrami? Hadi Bajrami. Vazhdoj me foton tjetër nëse kemi një foto aty me Hadi Bajramin? Që? Ashtë kjo? Në di, po. Kjo është Hadi Bajrami, me cilin të shpërshtatur më shumë zëri. Pse ashtu? Unë që mirit vogël, disa kongë shumja i afrona me zonë. Ashtu ja ka dhënë zoti. Ta shkyt me ke mirë, edhe unë e kënojshë në këto të këngëtari. Në këngëtarën që e ka ofër një pak këngëtarë, e po me marë pjesën këngë, e shkatëran këngëtarin. Me i thonë që mësë më ringat, nuk bëmë s'ka logikë. Po unë kom pasë rastat shpeshta, që e zinke vetën si këngëtarë, po ishte penges për mu që sot dusha, si me mara shpatën fëtë, u duke me shkuj zonin që ashtot. Për t'ju përshtatur Për t'ju përshtat. E me Hadin gjithmonë i kem pas një zonë. Gjithmonë i kem pas një zonë. Ma gju po konë, po. Rëmëda gonga, që të Ymërogën, për 30 ditë, e kam mësu mjera Sharkis, me asfam. Për 30 ditë ka marrë 30 lira për Ymërogës. Jo që aja ka lypë. E ka dhonë vetë. Në kryt 30 ditë, në kryt mujtë, del instrumentist i pashëq, që edhe kjo është, ai që e din kongën, edhe kjo është o habi. E pa besushme. E pa besushme është. Për 30 ditë me dalë njëri ka që madhë për ato që thash 12 tele, atje e 4, këtu bojnë 16, 4 me ndolina, 20, harmonika, dethje, dhe shetine, me e dalu se ku është, qëli është a i pari, a dytja, o shërë këdu. Po mirë po, të i meri ka ndodhë kësi. Shka është ku në rëndë, kër rishim në rëndë,
një shim ato që e thash, edhe ma por, unë niske derja, u duke me pas disiplinë. Nësë më një zoni. Shpesh herë kanë gjoj me roga në dërsma, në ishim të bo muzikën, qërtë, flishin e rararë, mërke shakin, e like shakin i më roga, edhe me kënë përën. Haj më roga, jo. Vazhdoni ju. Më duke të dhe, është të drejt, tash, unë ko marrë me ta, me resë dërsmen, po, këtu bëhat pazarlëk, ma shet lopë në jak, ose që ka që e mora kallë në, shka për dhjunë, ku shka me... Pra i kërkonte që muzika dhe formacionet muzikore të respektoheshin. Të respektoheshin. Po çfarë është ai zakoni që kur dikush fliste, kur të tjerët këndonin, i gjuhej me një cigare? Çfarë do me thënie kishte kjo? Kjo, a nuk e folën parës? Jo. Kur niske natën e Shëmitrit, ranat, përfundojke në natën e Nevruzit. Pra kur nata ishte më e gjatë. Po. Kishim antarësina. Për çdo mërë u dushëm me dhonë antarësinë. Mu më ledhë pare për kur të vjen fundi. Kishte njerëz që kishin dëshirë me fol, e me dënu. I thëjsh në atine qehaja. Dhe që dhe thë qehaja? Këri... O dhe që si mbrëmjes. Po. Shtirë që konë asë një pikë kishë, ato që e thash edhe njerë, që lëmisht, sa të minimum shëshnisë. E ta shato parë unë mbledhësin, në fund, shkoj shërmë ato që e thash edhe pak ma pare, jetëni i vorfën, ja bëjshin djemë sënet, jetë jetimat. Koku dhe juve keni treguar se muzika jo gjithmonë blihet me para, por ajo është thjesht dëshira e njeriut për të kënduar, për të bërë art, dhe pse jo për t'i bërë të tjerë të lumtur. Artisti, ndoshta në vetvete këtë duhet ta ketë si qëllim kryesor, të lumturoj të tjerët me artin me të cilin ja ka dhëruar Zoti. Qashtu të. Vazhdoj me një fotografi tjetër. Edhe këtu jemi një grup i muzikantëve të vjetër, i lëvruesve të muzikës së vjetër gjakovare, por jo vetëm. Që kësë po di, sënë për jëdoj, është që ta... Po flasim për ata që i njohim, dhe që i mbajmë mend. Jo, ku e me darë të ma kush është? Juseni, Shania, Recep Dojaka, që të nuk pjenë gjahë, s'fa di që më kapë. Në radhën e sipërme? Në radhën e sipërme, Zëm Mezini, Qamili Vogël, Zajola, prapa dhe që të s'pën gjë, ka pasken arta. Edhe që të s'pën gjë. Që kënë është që jemi një Hasan Katona, që kënë është pëndokët, kjo është një pash jemi në Hajderdush. Duket gjenerat më ere, Brezmeri. Që i vjen defit në Hajderdush. Bacame, do të më tregosh diçka. Sa lezet ka kur kënga vjetër shoqërohet apo përcillet edhe me veshjen autoktone shqiptare, teksa ju i shoh të gjithë këngëtarët dhe muzikantët të veshur si në kohën e shqiptarëve të vjetër, atëherë duket sikur edhe kënga që ata kanë kënduar ka marrë një tjetër vlerë, një vlerë më serioze. Sot ta këngëtarët e rinj herë dalin me kostume popullore, herë me kostume klasike. E reja e mund vjetën të nërë. E reja e mund vjetën. Po, edhe kësaj ma mërmenja që është ka njëherë e kundër ta. Edhe dikur i dhe rëndi, edhe vjetës me mujtë të rinë. Kush e ka ditë që bëhet puna për me marë intervist. A që kemi mënu në i herë që mujmë me më rinja saj koha,
Po ja, që erdhë. Ja që erdhë. Korat ndryshojnë, bashkë me të edhe njerëzit. Edhe njerëzit, sigurisht edhe njerëzit. Këtu jemi në një prej koncerteve për... Shë këtu, hajde, vra. Të mbajtura në Pallatin e Kulturës, është njëri ndër koncertet për Qamilin e vogël? Po, për Qamilin e vogël. Dhe juve keni kënduar aty? Ata që thash, një ditë pa dalë në koncert, nuk kom bo provë. Se më dokshin këngëtarë që vishën me një farë menat madhe. U fryshën, unë se isha më pësu ashtu. Në 2 net mësë më po këngëtarët në tasaj kohë, në rvetim gërë ku mërshëm. Më mërshëm gërë. Vishën të fryshëm, fort vishën që me menat madhe. Thëmë, shkartë. Pse më kanë thirë të unë, që da koj kësaj. Po më thotë, marrë mi që jetë, po përzim, pak që më do këtë edhe sëpërje, po të më që da. Qysh për Qamilin, me të së dhe më dalë në binë. Dica kohë, këj hupë më ta. Atëherë, e morë është ta, Elif, si ne me thetë, gjithë shqiptarët jenë qunë komë, kush donë me imonë me vdek, në Karadak bëhet bejonë. Moj kalaja e medunit, që sa me 10 jeme të rëthu. Mi ki shkallëzit, gurë mërmeri, s'mu me të kaurri me të zaptu. Janë sigurisht pjesë që të emocionojnë dhe jam e sigur që kur artisti këndon me sinqeritet, atëherë kënga e tij gjithmonë të emocionon. Në çfarëdo lloj kohe kur ajo dëgjohet. E kishit të vështirë të këndonit sepse ky koncert ka qenë tani vonë përpara disa vitesh. Jo, vështirë nuk e kemi pas. Që kem pas që tash ish zomi aty, Qamilja aty, unë aty, nuk mungojshin këngëtarët, mas në i kemi taku, që ka mërë për që është fështirë më shumë, më këtë më nej më shokë, ku më mujtë, që jupja, kush e thotë? Rini, oj rini, bota është e jotja. E thotë mi gjeni. Mi gjeni. Çfarë do të thuash me këtë? Po. Sepse dhe pleqëria e ka një pjesë të sajën, Pleqëria... sa të vlefshme që dhe të të shmuash. Sa i dhe një burri madhë, ndash mërnu, pleku. Po s'desh të mërnu, shkatje ku shkohet. Po. Une, te i mas operacionit këm pas zonë gati shumë pak të mëngum për asaj kohës rinis. Shumë pak. Mirë po, se di mu, mas në patë sëlmu për Liza, vjetin e kalum, mas asaj më kalon pasoja shumë. Qakën zonë, qakën kongë, qakën memorje. Po, me ta apet që kështë jam halja për hecë më shtagë, ka i dikush më bon kajtu nga tjeta, unë atina dhe se shokë temë, shpeshara përdori një fjallë, një për mu 300 qerë jërën për i pare. Shka do të thëtë kjo? Të thëtë dikush ndarësëm, 310 njën aty. Më kur njënën s'ki mua betë, për shko në gjënë të vëllinën, me qatë person. Me të cilin të përpiqet mua beti. Përpiqet mua beti. Kjo një për mu është e 300 qertë për i pare. Më një mikë, ose më një shosë më falë në shpërje, nevojtore ma fort prandaj më najtë, e ma mu knasë me ta. Se sa, më shku zdi se, edhe mës me të respektuaj ty e ti ata. Vazhdoj me një fotografi tjetër. Mazlo Mezini me Qamilin e vogël. Po, me Qamilin e vogël. Çfarë kujtime shruan ti për këta dy diva të muzikës tradicionale gjakovare? Qëfar kujtime? Shumë kujtime. Shumë kujtime. Gati që një... Kjo ka pas tokë në Qabrat. Unë ishë në... Im të delit.
më një fshat Ramat që thirët. Kër bish në tomblin Gjakov, kërit rrugës, të kënu shumë. Kjo e nëllë ke plugin, ka pas i mushk, e nëllë ke plugin, janë iske në arë, më kënu. Unë të, gjo me këna, unë e këna. Dhe kështu krionit një duel në distancë. Po. Po me Qamilin e vogël, çfarë mund të themi? Kur vike në rënd me Qamili, jo mund për shumë shokve, jo plisë këtë dëshirë. Ne kemi kënu me tanë pa nota, me ardhën e Qamilit, thërmimit këqësaj, Shëshnjës i Merizës, për gjallë i Merizës nuk like, i Marogat me pas titull. Jam që kësë jam. S'ka nevoj kërkush mund. Qamili për kongë popullore nuk e di se për në të kohë këm fjellin. Nuk e di se kush ka mujtë mi zavendzu. Sot bota ka këngëtar. Qysh jo. Përveç repertorit të muzikës tradicionale gjakovare, kemi dëgjuar që ju, Qamili i vogël, Xhamezini e këngëtarët e tjerë kanë kënduar dhe shumë kënga Shqipëria e mesme. Po. Për shembull ato këngët e Elbasanit i keni pasur shumë qef. Po. Çfarë do të thotë kjo? Pse ju pëlqenin kaq shumë këngët e Shqipërisë së mesme? Po muzika është e tillë që ta dënë veshi. Nojnë shumë këngëtare tash. Një këngë, vetëm 2 bete. Të duhet me danë, të duhet, veç 2 bete. Të duhet. Refreni i përsëritshëm në mënyrë monotone. Po atëherë hajt na kujto disa vargje nga këto këngët e kohës suaj. Nga këto kohët e arta të muzikës së pastër shqiptare. Është një që nuk rrallë kapshim. Patëm me Beharin, për Behari mund të ditë, por njerëzit këtë fjallë që kemi me Dilber, më shtekin kes me vetë kënë, po ta shpallojnë fjallorin. Shkon fjalla Dilber. Po, cilën këngë do ta kishe veçuar ti sonte që ta kujtonim këtu? Si vargje nëse nuk mundim ta këndojmë? Ditën e ruzit e të masherit, aty bohen hesab gjunahe, a shiki i lutët Allahit, gjezallet a hek Dilberi. Këthej thash këtë. Gjezan, gjergjek fajnë e ka Dilberi, vila që i falë që këm pas, pasha shpirtin e pejgomerit, kur me ty nuk fles me plas. Mes në pe kalëzë historiatën, pëse qësh është kjo kongë? Ha qësh është, na e kalëzë Kur me ty nuk flesëm, ta është kjo betin, u akozoshëm në njën tjetën. Gjergjek fajnë e ka Dilberi, vila që i falë që këm pas, pasha shpirtin e pejgomerit, kur me ty nuk fles me plas. Si është historia e kësaj këngë? Ndash më fol, ndash mos më fol. Se jo më bo shashin si deti, do thot i gjonë si deti. A zapin në vërë hekshëm, për ty ka thkrish kiameti. Tash kytjete, ja thot. Kiameti nërë sot për mu, a i do të vinë për gjithë dynjan. Pra kime më lype më kërku, i verbon syzë të i kjeva. Ja qëfar vargje kanë pas. Dhe ju për dekada të tëra keni kënduar këngë të tilla, në cilat sado ku do ndihet ndikimi oriental, por muzika ka qenë e pastër shqiptare. Një muzikë shumë e bukur, ku secila vegël muzikore tradicionale kishte vendin e saj dhe ndjeje e pranishme në orkestër.
Do të vazhdoja me një fotografi tjetër, ku sërish shohim njerëz të rëndësishëm të skenës muzikore. Gjaj gole me të Godeni, Mazlo Mizini. Për me të Godeni folëm pak sonte, çfarë mbresa ruani për të? Për kënd? Për me të Godeni. Për mua, për mbresat që i kom shumëtu prind. Në çfarë kuptimi i ke shumëtu prind? Djali vetëm, me më pas malë, e me hongër bukë më mund sobë. Ishna shumë i dëjshna, që ma këshën të mundshme familja në atë kohë. Ato që e thash, që thëke, Muhammed më thërë, emë në kom Muhammed, a e më thërë ke Muhammed. Muhammedin me bumë ma prek, dikush, ta dini që ju del fjallë. Mas të në, po kush e bën të, e bën e qashtja ekonomike, në atë kohë, pa thëmë, ne kemi pas gjendjen shumë mirë, edhe me i dalë njëm dikuj tjetërit. A mbani mend sa këngë keni të kënduara juve si Muhammed Godeni, apo qoftë edhe në dueta apo në trio me të tjerët? Jo, nuk mojnë mend. A di pse s'mojnë mend? Se kur herë nuk, që gabimin më të madh që kom bo. Nuk o kom shënu një kongë. Pra kongër që se kom ditë, dhe se kom një sonte, nesër pa u qupi dëshekit. E ke këndu? E kom kënu. është shumë, me e thonë, kuj nuk e zënë bes, po qashtu është, por zotën qashtu është. Po të betohëm në zotë që qashtu është. Nuk e di kam vishin ato, ajo forcë. Bejta, kjo. Motrat, që është në pigjumit, kongë. Veç kongë, mu të thëshën, po bërnë dherë dhe natën, bëcë. Faleo pa të përshu zoni. Që ashtu u konë në mu, në tjetën a është, a s'kështë, nuk e di, në mu besomna, që pa u që për i dëshrek, në dëshrek më që. Kur kisha rot. A ka ndodhur ndë njerë që në shtëpit kanë thënë bëllë këndove? Ja. As njëherë? Po që kanë gëzu, dikuar mora fëqinë. Mora fëqinë atëherë në gëzëshë me ma lujtë edhe shpia. Ma i kalëzu i rëstë. Pa nuk banë ka me hinë televizion, se a qova gatë. Pas ka pas një që harekës. Një djallë që është të hasëretit. Edhe kur hinë partia, këtu, filloj më shkune për koncerta, filloj më shkune për në kësime. Ta herë mërë, prom të aposh djallin në kafe, anë i bërani letë morë në hëzë. Ta herë mërë, hoj, djallin të apam që tu, anë i bërani. Ta herë mërë, hoj, djallin këboni këte. Morë hëzë për tepër. Morë hëzë për tepër. Edhe unë pëta morë hëzë atërë. Po kanë qenë vitet tuaja të arta, kur keni qenë në kulmin e karierës dhe për fatin tuaj të mirë nuk keni qenë vetëm. Sepse njeriu kur është vetëm duke si kur është pa krah. Kur shoh për krah kujt keni qenë, apo këngëtarë të tjerë gjithashtu talente apo gjeni të muzikës, të cilët kanë qëndruar për krah jush, atëherë them me vërtetësi të plotë se keni qenë një gjenerat shumë e suksesshme. Një gjenerat që sa do të dalin talente të ri në muzikën gjakovare, prapë se prapë zorë se përsërisin suksesin tuaj. Kjo foto në vazhdim do të na sjellë një atmosferë më të re. Këtu jeni për krah muzikantëve më të rinj. Dhe me siguri rinia e di se asnjëherë nuk mund të jetë e fortë nëse nuk e nderon sa duhet të vjetrën apo të djeshmen. Shoh rreth sofrës muzikant më të rinj, ndërsa në rreshin e dytë zërat e vjetër apo emrat e vjetër të muzikës. Nuk janë të muzikës ta. Juve po. A? Juve po.
Po, unë po. Që ta, shka për ishe, nuk janë të muzikës, kanë marrë pjesë në përrena, po të muzikës jo po... Dashamirës të muzikës. Për mu duk pak ma bukur, atë ditë më qojnë thjallë me të thekë. Kjo është bu me një kafe, ofër spitalit, ofër ambulantës. Është një organizim ku me siguri që është edhe i gjiruar? Nuk e di. Po i gjirum është. Nuk e u di emë në të ne. Isha shpesher në televizion. Po. Mendoni si ju të vjetrit të respektoheni sa duhet nga këngëtarët e rinj? Sepse sot kanë dalë këngëtar të rinj me bollëk. Po. Në të vërtetë është shumë mirë që ka talente dhe zëra të rinj. Por a i respektojnë ata sa duhet vlerat e vjetra të muzikës? Po më duket që jo. Po më duket që jo. Unë e thash pak parë. Pi 600 vetë dhe që në zanë palati, diku e ranë të 150. Thëmone, me kaq vite, gjojëm ikë për 90, këj për 12 e 13 Malushi. Ja, këtë të shkokën, Malushi, këtë harmoniken. Nuk në kanë përkara, as pak sa kemi dhonë, në palat. Edhe jërë, për më duket kjo është përsëritje. Unë e pata fjallën për këngëtarët e rinj. Për shembull, këtu shohim se këngëtari Edi Furra me grupin e tij muzikor ju ka ftuar në njërin prej organizimeve të tij. Po. Dhe kjo nga një anë është për t'u lavdëruar, apo? Po. Për këngëtarëve, sidomos të dy vllazët tepër më respektojnë. Tepër kanë një respekt. Edhe është që di, ka dullën këta dy zona, dy vllazët. Filloj o gjajtine, të lipë ka pasurën, po ja, se më stim kanë, se minë, të edhe dedikesë qekë. Ishnë dhe marizu në atë kohë, ishnë e përjashtum, moj kebaba, rënë poshtë i kapitalit, më kështë bo non kafja, më kështë bo gru kafja, më kështë bo djallë kafja, më kështë bo shëq kafja. Së ishnë në kafe që e metit i dydese. E ishnë në ngush për 20 qile milë me gju. Atëherë e pashi nuk jem në rrugë, zotit mirë. I dhash vetit detyrë me lujt me shpekullime pak. Me majtë minë, thash sa më shojnë halë këtë të shku, zhidëm gjithë, si takoja saj familje. Po, ma mirë bile le të thonë të tjeret, a i qëkere tjera në burë. Edhe rëzikohë më shkas kom punu, më shkas kom punu. Me majtë për motrat, nonën, babën. Përveç Gjakovës, keni kënduar në qytetet të tjera? Ja. Po jashtë Kosovës, keni dalë dhe njëherë? Me muzikë? Me muzikë. Në pej, ka keni zja tabaku, ka pas zotë mirë fort. Edhe e vzi pacodhe. Të dole këtu. Të më roga, kështë i pëllësejken e jetë. E më roga, që shë qëtë përëm, dhe ke sin pej. Sin pej. Për që këj, zja tabake ka pasë zonë, shumë, sidomos ikin gazelë, se tak në ishën edhe tyrëse, pejonët. Ka pasë zotë bukër. E gazela Shqip nuk ka, gazela e kom bo unë, shumë kom bo gabim, po, se nuk ka gazela Shqip, gazelë tërqisht ka, po nga se një ditë të kujtu, e lef ma mirë me vdek, tuk se në erdh vilajeti, be billahi unë të boj, pra ne në mundon da vleti.
gati krejt kongë me fjallorin tyrk. Ashtu. Pasoja të një pushtimi të gjatë 5 shekullor. Qashtu është. Thonë mërë, pse e le kështu pësë shpeshtin qesë në gazel, edhe nisi, Elif të bona shik, shtrina qafën rash nërkom, me të hini në formë kjo. Po kur fillon me kënu, dalla shkret, bilizomi a thëtë, kë, gjeni, me lif, ma mirë me dhe këtu, kësë në villa jeti, biloj, unë të bëj, pra në mundon davleti. Se në qafën të rash nërdor, mërë ma shpirtin pa imon, do thëtë pa mëshirë. A faktikisht, nuk është pa mëshirë, po lutet mërë ma shpirtin pash imon. Të drejtohet një fetarit me sigurin atë ko. Qartë. Se konga muzika gati gjysën fjallorit, shqip, gjysa tyrqe. Vile me këtë burin të në mi hongër, ato që të thash, me kom gullja thënë kongë Berati. Pa në qëfë se është kongë Berati, pse një tel, ose i grinë që kaqë, me alon të shijes, muzikës, autoktone gjakovarë. Një ngjyrim gjakovar. Një ngjyrim gjakovar. Po. As se ki në Elbasan, as se ki në Shkodër, as se ki në Tiron. Ato që të thash, kish da ija për sytë bëllë, dhe më thëtë. Për këtë janë tha largohës, thash po. Hykë mërë, tha për ju keni atë kongën, me i vëngu vesh se shka thonë halë, kishim vdek, kishim maru. Shif thash ka pa thëmë. Bone dive jove, dhe ta shkatërësh fare këtë qëshni. Fare. Për zotën fjallat ish, da isim shtini atër, të këthjesht dhe kore lam, filloj me këris pushka, nuk ishë logik që në të nojme të bojmë koncerte njerëz dhe të vrashin. Edhe u desh mu largu, përja sa i herës kom bu veç vetë me veti kur kom të nugar. Mas hetë e prova, tash. Mas hetë e prova kësaj pune. Me që jemi drejt fundit e misionit, do doja një mesazh tuajin për dëgjuesit e muzikës, por edhe për muzikantët në përgjithësi. Sepse jeni përfaqësuesi një shkolle të vjetër, apo përfaqësuesi një kohe të vjetër, ku muzika ka pasur një rol edhe më kyç në jetën e njerëzve. Do doja një porosi për jush për shikuesit tanë. Për shikuesit tonë, sa për shifet, tash që pëngoj Tiranën, për dënë me hinë prap në të kongë të në Zhmije Hoxhës, Bik Këndojës, Shoqëria Lushit, unë sa për kuptoj, mi përkëthy pak, kjeftë edhe në Kosovë, o ka flitet, po edhe në Shqipni. Ata të Shqipnis, unë kërë në ishë në besh, Bik Këndojën, pa një është me të shkëri, kur u i bashkojshë 2 zonat me Alushin. Por, zdi që të më qeter. Unë ju falenderoj shumë, që para më të më marrën në këtë studio, ju shala ju prinë punë e marë, ju shala nuk bini kësi budalë, shëkur mu, që më keni thirë, për i të në të mirë. Ne kishim derin sonte t'ju kishim në studio, dhe
është fati mirë për qytetin e Gjakovës që ka ende gjallë disa prej përfaqësuesve të muzikës së vjetër tradicionale gjakovare, sikurse jeni konkretisht juve. Për fat të keq koha e bën të vetën dhe njerëzit ashtu sikurse lindin, ashtu dhe vdesin, ashtu dhe kanë një fund. Ky është një proces i pandarshëm largimi i njerëzve nga jeta. Por megjithatë neve jemi të lumtur që kemi një përfaqësues të muzikës tradicionale të vjetër gjakovare, të cilin patëm rastin dhe nderin sonte ta kemi të pranishëm në studio. Bacamet, unë do të uroja për ju ditë sa më të shëndetshme, sepse shëndeti është më kryesori, dhe pse jo, t'ju kemi sa më gjatë mes nesh. Kjo është një urim që bëj për juve personalisht, ndërsa për teleshikuesit tanë, si dhe për të gjithë bashkëqytetarët tanë, do t'jepja ndërsa mesazhin që t'i kujtojmë edhe më shpesh të vjetrit, sepse mbi shpinën e tyre ata kanë mbajtur ndoshta kohra, dekada dhe vitet kur muzika është bërë apo është kthyer në një institucion të vërtet, me të cilin janë ushqyer breza e breza, gjenerata e gjenerata të rive, të cilët sigurisht sot janë në mes mosh apo në mosh të thyer. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se të falenderoj, i falenderojmë dhe teleshikuesit që na ndoqën dhe shpresojmë që të rishihemi sërish gjithmonë me ditë të mira. Natën e mirë, mirupafshim në takime të tjera. Natën e mirë Bacamet. Faleminderit.